Me dy humbjet e para 3-0 në Shijak javën e kaluar dhe e dyta 2-3 në javën e kthimit, në ndeshjen e kthimit, Vllaznia në voleyboll për meshkuj është eliminuar në turin çerek final të fazës play-off. Ndeshja e luajtur mbrëmjen e së hënës në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi në Shkodër nisi më mirë për miqt nga Shijaku, të cilët drejtuar nga trajneri Pari Duruçi fituan setin e parë dhe të dytë, respektivisht 26-28 dhe 15-25, duke lënë të kuptojë se do ta mbyllnin shpejt takimin me një fitore të pastër 0-3, por ndërhyrja teknike kuqebluar tan Kalaja ndikuan për një përmirësim të dukshëm në lojën e Vllaznisë, e cila fitoi 2 sete radhazi, të tretin 25-21 dhe të katërtin 26-24, duke barazuar shifrat në 2-2. Për të përcaktuar ekipin fitues u luajt seti final ku Vllaznia kërkonte fitoren për të çuar kualifikimin në një ndeshje të tretë, ndërsa Erzeni synonte mbylljen e serisë me 2 fitore radhazi. Seti ishte mjaft emocionues dhe rivaliteti zgjati deri në pikën e fundit, ku gabimet e kuqebluve në shërbim u shfrytzuan nga Erzeni, që fiton 13-15, duke volosur fitore në 2-3 në këtë ndeshje. Kjo fitore e kualifikon Erzenin në turin gjysmëfinal të fazës play-off, ndërsa Vllaznia mbyll këtë rrugtimin në kampionat, pa mundur të vijojë më tej në garën për titullin kampion. Atë që dhuro voleybollit shkodran është rrallë ta shohësh, sidomos në këtë fazë të ndetë ku ka hyrë edhe kampionati jonë. Shumë emocione kishte, absolutisht, por voleybolli kështu është. Unë mendoj se Vllaznia u kujtua pak vonë për ta fituar këtë sfidë, por gjithsesi emocionet për neve ishin papara dhe neve i urojmë shumë suksese të dyja ekipeve, edhe Vllaznisë në përfundim të këtij sezoni dhe Erzenit, i cili vete në fazën e gjysmëfinalet të play-offit për të parë përsëri këta djemë që të luajnë voleyboll. Erzeni është 2-3 skuadrat më të forta, kaloshim Erzenin, ne ishim pretendenta për titull. Por gjithsesi blerjet e fundit të Erzenit ndikunin në rezultatin e ndeshjes. Gjithsesi unë i falenderoj çunat për luftën dhe shpirtin e garës që ato dhanën. Arritën nga 2-0 të shkonim 2-2 dhe seti fundit ishin gabimet në shërbim që ne na penalizunin. 3 humbje radhazi krijunin diferencën dhe ne nuk ishim në gjendje për të realizuar ëndër që ne kishim, për të realizuar që ne ishim përgatitur.